Ministri Aballuku ka deklaruar se me datë 8 maj do të realizohet prova e parulse në aeroportin e Vlorës. Gjykata e lartë e ka rikthyer sërish çështjen në gjykatën e apelit për shqyrtim, por nuk kemi një vendim të zbardhur. Për këtë arsye, aktivistët qytetar janë mbledhur për të protestuar për zvarritjen e procesit. Termi asfalt elektoral arrin majën e vet. Nesër do zhvillohet një farsë ku do ulet një avion për show, si ato show që jemi mësuar tashmë prej disa vitesh. Nesër do zhvillohet një farsë e mos dëgjimit. Ka mbi 8 vite që ekspert, organizata ndërkombëtare dhe kombëtare, konventa të cilat vendi joni kanë nënshkruar, janë shprehur shumë qartë që aeroporti në zonën e mbrojtur Vjosa-Nart është një veprim i padrejtë dhe ilegal. Ndërkohë që autoritetet e Shqipërisë premtojnë hapjen e plot të aeroportit të Vlorës vitin që vjen, gjykatat e zvarrisin këtë çështje jashtë afateve të arsyeshme, kështu që ne kemi të gjithë drejtën të besojmë që njësoj si autoritetet, gjykatat po zgjedhin vetë si sillen me këtë çështje. Ne po flasim këtu edhe për kafshët, për ato që nuk kanë zë të flasin. Ato nuk kanë zë të protestojnë që po i merret toka, po i merret shtëpia e tyre, ushqimi i tyre e të tjerë. Duhet presim sa të zhduken këto kafshë dhe pastaj të jepet vendimi.